Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjereshës. Do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Lenomard dhe mesazhi juaj është shtëpia apo vatra të dashur Vigjeresh. Shtëpia në këtë kontekst nuk është vetëm një ndërtesë. Ajo përfaqëson vendin ku shpirti lejohet të çlodhet. Kur kjo letër del në lexim me mesazhe, ajo fton për rikthim në thelb. Çfarë të bën të ndihesh vërtet në shtëpi? Me kë? Në çfarë ambienti? Në cilën pjesë të vetes? Pyetjet që duhet t'ia bëjmë vetes. Kjo flet për nevojën për qetësi, mbrojtje dhe ndërtim të një baze të sigurt, në qoftë në marrëdhënie, qoftë në mjedisin përreth, apo edhe në mënyrën se e trajton veten. Në aspektin emocional, shtëpia shpesh herë është simboli marrëdhënieve të qëndrueshme, të ngrohta dhe të ndërtuara me kujdes. Ajo sjell ndjesinë në një partneri që është shtëpi për zemrën e juaj, ose dëshirën për të ndërtuar një lidhje që ofron siguri emocionale dhe afërsi të sinqertë. Nëse je në lidhje, mund të tregoj një fazë kur intimiteti dhe mbështetja po forcohet të dashur Vigjeresh. Nëse jeni beqar, kjo letër sugjeron se po kërkon jo thjesht një dashuri, por një ndjenjë përkatësie të thellë, një lidhje ku mund të jesh vetja pa frikë. Në aspektin profesional të dashur Vigjeresh, në fushën e punës, kjo letër mund të tregoj punë nga shtëpia, biznese familjare ose një vend ku ndihesh vërtet rehat, e pranuar dhe në kontroll të mjedisit tënd. Ajo sjell energji të qëndrueshme dhe të rregullt dhe më pak drama apo të papritura. Gjithashtu është sinjal që nëse ke menduar të ndërtosh një bazë të re profesionale, një projekt, një hapësirë tënde, një rrugë të pavarur, është koha absolutisht e duhur. Si energji personale dhe shpirtërore, kjo shtëpia apo kjo letër simbolizon hapësirën e brendshme, ku shpërfaqet paqja. Ajo të fton të kryesh rrugën e kthimit tek vetja, ndoshta përmes ritualeve të përditshme, riorganizimit të hapësirës fizike ose ndërtimit të kufive më të shëndetshëm në marrëdhënie. Në nivel më të thellë, kjo letër ju pyet: a i ke ndërtuar shtëpinë brenda vetes apo ende duke kërkuar jashtë? Mos ngatroni rahatin me stagnimin. Shtëpia nuk duhet të bëhet kafaz. Absolutisht. Pra, apo i ndalon ndryshimet e nevojshme për hir të një sigurie të rreme të dashur Vigjeresh? Nëse po ndihesh jashtë vetes, është koha për të kthyer tek vendi i brendshëm i paqes, tek shtëpia jote.